Sepse dhe pejgamberi alayhis salam tha sabru diyan, durimi është dritë, është shkëlqim. Po jo vetëm në aspektin emocional. Agjerimi mund të ketë edhe ndikime pozitive në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Por cilat janë ato dobi shëndetësore? Rregullon kolesterolin. Shumë njerëz synojnë të humbin pak peshë duke agjëruar, megjithatë një studim I fundit zbuloi se agjërimi ndikon në profilin e lipideve, sasinë e kolesterolit. Kështu kjo ndikon në uljen e kolesterolit në gjak, e cila mund të mbajë larg sulmet në zemër, goditjet në tru dhe sëmundje të tjera. Zvoglon pra apetitin ose oreksin, të ngrenit pa mas. Respekti I Ramazanit dhe agjerimit I jep stil jetës dhe sistemit tuaj të tretjes një kthes pozitive. Ndërsa trupi juaj mësohet të hajë më pak, sistemi juaj tretës ka një shans për të pushuar dhe lukthi stomaku juaj gradualisht pra zvoglohet në madhësi. Kjo zvoglon oreksin tuaj dhe rezultatet mund të zgjasin më shumë se shumë dieta në trend. Pastrohet organizmi juaj, agjerimi jo vetëm që përdor rezervat tuaja të yndyrës, por gjithashtu pastron trupin tuaj nga toksinat e dëmshme që mund të jenë të pranishme në depozitat e yndyrës. Në sistemin e tretjes, në një rregullim njëmujor, trupi juaj detoksifikohet natyrshëm, duke ju dhënë mundësi për të vazhduar një mënyrë jetese më të shëndetshme përtej Ramazanit. Rrit disponimin dhe ndikon tek qartësia mendore. Agjerimi mund të jetë një metodë për të rimbushur trurin duke nxitur rritjen dhe zhvillimin e qelizave të reja të trurit, duke mprehur përgjigjet ndaj informacionit në botën rreth nesh. Studimet tregojnë gjithashtu se agjerimi gjithashtu mund të bëjë trurin më elastik ndaj stresit, të adaptueshëm ndaj ndryshimeve dhe mund të përmirësojë gjendjen shpirtërore, kujtesën dhe madje edhe kapacitetin e të mësuarit. Prandaj agjeroni që të jeni të shëndetë.